kënaqësinë e veçantë që sot më vazhdon rasti të jem në këtë ditë të madhe me ju, për çka fillimisht e falenderoj të madhin Allah, pastaj imamin dhe pastaj gjithë juve. Nuk ka më mirë, nuk ka më kënaqësi se sa të ndashin nga koha, nga angazhimi, nga veprimtaria për Allahun e madhëruar. Ajo që kam menduar sot, duke marrë shkas edhe kohën në të cilën jemi, ajo që kam menduar sot ta diskutoj me ju, qoftë edhe kalimti, ka të bëjë me diçka që në Kur'anin fam madh dhe në Sunetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam është trajtuar me ekskluzivitet. Është fjala për muaj të shenjtë, disa vlera, disa veçori dhe disa mësime të cilat nxirren prej tyre. Para se të përmendi më konkretisht, të flas rreth tyre më konkretisht, do doja t'ju kujtoj të nderuar vëllezër se mirësitë e Allahut te bareke ve teala ndaj nesh vërtet janë të shumta. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha", jo në qoftë se përpiqeni, në qoftë se insistoni, në qoftë se angazhoheni që ti numëroni të mirat që Zoti u ka dhënë, nuk do t'ja dilni. Pra aq shumë ka të mira që Allahu xhallahu ala na i ka dhënë, saqë ne edhe sikur ta kishim marrë një fletore për t'i listuar, për t'i shënuar, nuk do t'ja dilnim dot. Ne kemi qenë në muajin Ramazan, një prej muajve të dalluar, muaj në të cilin e kemi pas natën e Kadrit. Pastaj kemi vazhduar me muajin Shawal, agjerimin të cilin ka qenë plotësues për muajin e Ramazan, respektivisht ai që agjeron edhe 6 ditë nga muaji Shawal, ai është sigur ta ketë agjeruar tër vitin. Me njëherë pas tyre, Allahu te bareke ve teala na i solli muajt e shenjtë, muajin Dhulkade, muajin Dhulhijja. Muaji Dhulkade edhe muaji Dhulhijja janë muajt e shenjtë me të cilët edhe përfundon viti. Me njëherë pas tyre vjen muaji Muharram, në cilin jemi ne, i cili është muaji i parë i vitit të hënor. Siç po mund ta shihni, ne kemi përmbyll vitin me një muaj të shenjtë në cilin kryhet haxhi. Dhulhijja është muaji në cilin kryhet haxhi. Me njëherë pas tij vim në muajin Muharram, i cili është po kështu muaj i shenjtë dhe i cili vërtet ka disa vlera, ka disa veçori për të cilat edhe Allahu te bareke ve teala në Kur'an famad na ka fol, por për të cilat na ka fol edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam në hadithet e tij. Nderuar vëllezër, Allahu te bareke ve teala në Kur'an ka thënë: "Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillah, yawma khalaqa as-samawati wal-ard, minha 4 hurum, dhalika ad-dinu al-qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Vërtet, kur Allahu ka krijuar qiellin dhe tokën, ka caktuar që numri i muajve të jetë 12. Numri i muajve të vitit të jetë 12. Prej cilëve 4 janë të shenjtë, 4 janë të veçuar, 4 janë të dalluar. Është fjala për muajin Dhulkade, muajin Dhulhijja, muajin Muharram dhe muajin Rajab që vjen para Ramazanit. Ka thënë Allah: "Dhalika ad-dinu al-qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kjo është fe e drejtë, fe e begat, fe e mirë. Prandaj ju besimtar, porosia e Zotit, ju besimtar, mos i bëni vetes suaj padrejtësi në këtë muaj. Pra Allahu xhallahu ala po na tregon se llogaritja vjetore ndahet në muaj. Viti ka 12 muaj sipas asaj që Allahu ka caktuar. Pastaj po na tregon se është Allahu ai që ka përzgjedh 4 muaj që të jenë të shenjtë, në të cilët ndalohet lufta. Pastaj po na tregon se kjo fe është fe e mirë dhe në fund po na jep një porosi
fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ju besimtar, mos i bëni vetes zullum. A ka mundësi që njeriu me i bë vetes zullum? A ka mundësi që njeriu me i bë vetes padrejtësi? Po, dhe në fakt është padrejtësia më e madhe që dikush mund ta bëjë. Zullumi më i madh, padrejtësia më e madhe, dëmtimi më i madh që dikush mund t'ja bëjë dikujt është pikërisht dëmi që njeriu ja bën vetes së tij. Allahu xhallahu ala në Kur'an në ka përmend për shembull një prej mëkateve, ka thënë inna shirka la dhulmun adhim, ruajeni besimin, kujdesuni për besimin, sepse humbja e besimit, shirku i dhujtaria, është zullumi më i madh që njeriu mund t'ja bëjë vetes së tij. Ndërkohë vëllezër, nuk ka zullum më të madh, nuk ka dëm më të madh, nuk ka gjuna më të madh se sa kur njeriu e dëmton veten e tij. Kur njeriu zgjedh që në raport me Allahun te bareke ve teala, i cili e ka furnizuar, e ka begatuar me të mira, i cili ka dhënë në dispozicion kaq shumë të mira, për shembull ka muaj nderuar vëllezër, përderisa janë të shenjtë, përderisa ka thënë dietar, nëse Allahu i veçon kohët edhe vendet, atëherë edhe e mira, edhe gjunahu janë shumë fish. Për shembull, një vepër e mirë në Mekë, në zonën e shenjtë, shpërblet shumë fish, po kështu edhe një gjuna. Një vepër e mirë në muajt e shenjtë ka vlerësim shumë fish, po kështu edhe një gjuna. Prandaj nderuar vëllezër, nëse ne ja kthejmë shpinën këtyre të mirave të Allahut xhallahu ala, nëse ne zgjedhim që t'i bëjmë katë Allahut edhe në këta muaj, nëse ne zgjedhim që ta kundërshtojmë Allahun edhe në këta muaj, atëherë ne kemi bërë vetes sonë padrejtësi, dhe kjo padrejtësi nderuar vëllezër është disa llojesh. Kjo padrejtësia që njeriu ja bën vetvetes së tij, ashtu siç na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wassalam, në kuptimin e ndëshkimit është 3 lloje. Edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam, zullumi, padrejtësia është 3 lloje. Është një lloj të cilin Allahu nuk e fal kurrë. Lloji i parë i zullumit, i padrejtësisë që njeriu ja bën vetvetes së tij, është padrejtësia që Allahu nuk e fal kurrë. Lloji i dytë është padrejtësi që Allahu e fal, dhe lloji i tretë është padrejtësi që Allahu e pezullon. Allahu nuk e aplikon dëshkimin për të, e kurzon me disa veprime që ne do t'i shpjegojmë. Lloji i parë i padrejtësisë që Allahu te bareke ve teala nuk e fal, është kur njeriu e mohon Zotin. Kur njeriu adhuron dikë përveç Zotit. Kur njeriu ju lutet të vdekurve, kur njeriu therr kurbane për të vdekurit, për idhujt, kur njeriu bën veprime të cilat ja rrënojnë besimin. Allahu ka thënë në Kur'an, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Vërtet Allahu nuk e fal gjunahun e shirkut, ndërsa çdo gjuna që është nën të e fal. Pra ai njeri që nuk e ka besimin në Allah, ai njeri që ka humbur besimin, ai njeri që e mohon botën tjetër, ai njeri që mohon vdekjen, që mohon ringjalljen, që mohon xhenetin dhe xhenemin, ai njeri që mohon daljen për Allahut te bareke ve teala, ai njeri ka humbur besimin dhe nuk ka zullum më të madh, nga se Allahu te bareke ve teala ka caktuar që njeriu i tillë nuk do të falet kurrë. Njeriu i tillë që e ka mohu Allahun xhallahu ala, e ka mohu ndonjërin prej shtyllave të besimit, nuk falet kurrë. Lloji i dytë i padrejtësisë, cilin Allahu te bareke ve teala e fal, është padrejtësia me gjunahet që janë nën shirk. Pra ne jemi njerëz, ne gabojmë gjithë, ndonjëherë nga harresa, ndonjëherë nga motive tjera, ndonjëherë nga epshi, dhe këto mëkate të cilat nuk e arrin nivelin e shirkut, janë nën vullnetin e Zotit. Nëse do, Allahu të fal me mëshirën e tij. E nëse do, Allahu të ndëshkon me drejtësinë e tij.
Pra nëse të ka ndëshku për gjuna. Nëse të ka falë sepse Allahu është mëshirues. Edhe lloji i tretë i padrejtësisë, e cila mbetet pezull, është padrejtësia që ne ja bëjmë njëri tjetrit. Nëse dikush i ka hyrë në hak dikujt, nëse dikush e ka dëmtu dikën, nëse dikush ka fol, ka shpif për dikën, nëse dikush ka bën ndonjë veprim që e ka dëmtu tjetrin, kjo është një lloj padrejtësie e cila falet vetëm në një rast. Në qoftë se ta bën halal. Në qoftë se nuk ta bën halal, e ke shah dikon, e ke dëmtu dikon, i ke hy dikujt në mexh, ke shpif për dikon, ke fol keq për dikon, pendimi nuk pranohet në qoftë se nuk ta bën halal. Ju e dini që pendimi ka 3 kushte bazë. E para, me hjek dorë për gjunahët, e dyta, me undash shpirtisht me ndike çardhje për gjunahën, e treta, me vendos që ma nuk i kthehesh kur gjunahët. Mirë po, në qoftë se i ke bë dikujt padrejtësi, pendimi ka një kusht shtesë, është që me zhdëmtu. Ja ke marrë dikujt për shembull dhe ke dëmtu 100 euro, për me tu pranu pendimi, duhesh me zhdëmtu me ja kthy 100 euro, ndryshe nuk pranohet pendimi. Kjo në gjuhën profetike quhet padrejtësi, që Allahu te bareke ve teala nuk e fal përderisa nuk të fal njeriu që ti i ke bërë padrejtësi. Ndëruar vëllezër, muajt e shenjtë janë muaj në të cilët ndalohet lufta. Dhe kjo tregon se Islami nuk është fe e gjakut. Islami nuk është fe e shpatës. Islami nuk është fe e gjakderdhjes. Ne si Islam kemi qenë në muajt e haxhit, muaj e Dhulqa'da dhe Dhulhijja, me njerë me këta muaj lidhet muaj e Muharram. 2 muaj që i përmendëm kanë qenë të shenjtë, ky muaj është i shenjtë. Ka një lloj ndërlidhje ndëruar vëllezër, nga se Muhamedi alayhi salatu wasalam në muajin e kaluar, në muajin Dhulhijja, ka mbajt ligjëratën në Arafat para 1000 sa viteve dhe ka ndaluar ato veset, ato dukurit, ato tiparet, cilat i përkasin periudhës së gjahiljetit. Gjahiljet përkthehet ignorancë dhe ne rëndom e kuptojmë që ignorancë do të thotë të mosdish. Ignoranca në gjuhën fetare nuk nënkupton patjetër mungesën e informacionit. Ignoranca kur përmendet veçmas në kuptimin e vlerave, nënkupton atë që nuk ka vlerat mirëfillta. Muhamedi alayhi salatu wasallam vrasjen, gjakmarrjen, zullumin ndaj grave i ka llogarit prej tipareve të gjahiljetit. Prandaj pikrisht në kamatën po kështu, pikrisht në muajin Dhulhijja, në muajin e shenjtë, ka mbajtur atë ligjëratën ku ka kumtu se këto dukuri, këto vese, këto tipare të gabuara janë njëherë përgjithmonë të çrrënjuara dhe se muslimanët nuk kanë bëjnë asgjë me to. Nderuar vëllezër, muaji Muharram është muaji që preferohet më shumë të agjërohet. Është quajtur për shkak të vlerës muaji Allahu te bareke ve teala. Është muaji që, siç kanë thënë dietarët, sahabët, ata që na kanë përcjell nga Muhamedi alayhi salatu wasalam, nuk ka pas muaj në cilin Muhamedi alayhi salatu wasalam ka agjëruar më shumë se sa që ka agjëruar në muajin Muharram, dhe që ka vlerësuar agjërimin nafile, agjërimin vullnetar më shumë se sa në muajin Muharram. Dietarët musliman kanë përmendur se ky muaj Muharram është i veçantë edhe për shkak të një ndodhie. Ka ndodhur Ashura. Ashura nënkupton numrin 10. Ashura është dita e 10 e muajit Muharram, cilën muslimanët e kanë agjëruar para lidhësimit të Ramazanit dhe vazhdojnë të agjërojnë sot në mënyrë vullnetare. Agjërimi i kësaj dite, nderuar vëllezër, ka vlerën e shlyerjes së gjunave të një viti. Mirë, pa ajo që unë po dua ta përmend dhe që mendoj se ka rëndësi të veçantë, cilën ne nuk duhet ta shpërfillim, ka të bëjë me një mësim profetik për me kuptuar se kush në të vërtetë është në rrugën e
drejtë. Muhamedi alayhi salatu wasallam ka shkuar në Medinë. Kur ka shkuar në Medinë, i ka pa njerëzit hebrejnë duke agjëruar këtë ditë, duke veçuar këtë ditë, prandaj ka pyet se pse po e bën një gjë të tillë. Kanë thënë kjo është dita në cilën Allahu e ka shpëtuar Musa'in alayhi salam nga faraoni. Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Adhëm po unë kam më shumë drejt në Musa'in se sa jo. Fa samehu u amara bisiyam. E agjeroj këtë ditë dhe ju tha muslimanve agjerojeni këtë ditë. Ndëruar vëllezër, hebrejnë kanë pretenduar se Musa'i është profeti i tyre, ka qenë i tyre dhe ka qenë pjesë e tyre, ka qenë bir nga gjiri i Beni Israilve. Pse Muhamedi alayhi salatu wassalam po i thotë se unë kam më shumë drejt në Musa'in se sa ju, për arsye se ai që i bën bash njerëzit dhe i largon, nuk ka të bëjë detyrimisht me lidhjen e gjakut, ka të bëjë me vlerat, ka të bëjë me atë që njeriu e përfaqëson. Muhamedi alayhi salam ka qenë pejgamber, Musa'i ka qenë pejgamber. Ajo që i ka bashkuar edhe Muhamedin edhe Musa'in alayhi salam është feja, është adhurimi për Allahun te bareke ve teala, është besimi i pastër në një Zot. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam këtyre që kanë devijuar, që kanë lajthit nga rruga e drejtë, po i thotë se unë edhe pse jam arab, edhe pse nuk kam qenë kohën e Musa'it alayhi salam, unë kam më shumë drejt Musa'in se sa jo. Edhe pse ju thoni se jeni ndjekës të tij. Nga se nderuar vëllezër, ndryshe është me thonë, e ndryshe është me qenë ndjekës i vërtet. Ndryshe është me pretendu. Pretendimin nuk kupton me thonë, unë jam ky, unë jam ai, unë jam kështu, unë jam ashtu, dhe ndryshe është me qenë në të vërtetën. Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka treguar të dhe ka thënë, ela inna awliyai al-muttaqun. E dini ka thënë se kë e kam mikun? Miku im është ai që është i devotshëm, jo arabi, jo turku, jo shqiptari, jo ky, jo ai. Miku im është ai që është i devotshëm. Miku i Allahu te bareke ve teala dhe i dërguari i tij është ai që e ndjek rrugën e drejtë. Prandaj mësimi të cilin ne e vjelim nga kjo ditë ka të bëjë me përkatësinë e vërtetë. Ai që e ndjek rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ai që e hapave të tij, ai që e xhurmave të tij, ai është i vetmi që meriton të quhet ndjekës si Muhamedit alayhi salatu wassalam. Gjana të tjera nuk kanë rëndësi përderisa veprat tona e zhvlerësojnë pretendimin. Unë e lutem Allahun te bareke ve teala që Allah të na bëj prej ndjekësve të vërtet Muhamedit alayhi salatu wassalam, na bëj prej atyre që vazhdojnë rrugën e tij, vazhdojnë sunetin e tij, vazhdojnë traditën e tij, të na bëj prej atyre që janë besimtarë të devotshëm, që i përgjigjen fesë Allahu xhallahu ala, dhe që siç na ka bashkuar në këtë vend, Allah të na bashkojë në xhenetet e tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.